Ish banorja, Valbona Amhilli që pas daljes së saj ka lëshuar mjaft deklarata interesante. Së fundmi, ajo ka reaguar publikisht për zhvillimet më të fundit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, duke mbështetur hapur konkurrentin Josefin Marku. Gazetarja bëri një postim ku e ka quajtur banorin e shtëpisë më të famshme në Shqipëri zemra ime. Valbona gjithashtu shprehet krenare për të, por ka dy fjalë edhe për Gerta Gixharin. Valbona e kritikoi ashpër sjelljen e Gertës duke cilësuar si viktimizim të shëmtuar të saj. Zemra ime Jos Marku, krenare për ty, viktimizimi i Gertës është shumë i shëmtuar dhe finalen do ta kapi nga unë, shkroi ajo në një postim në Instagram, duke deklaruar mbështetjen e plotë që ajo ka për Jos Markun. Vetëm të shtunën do të vendoset se cilët do të jenë dy personat e tjerë që do të shkojnë në finalen e madhe për krah Rozanës dhe Laertit. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.